Falënderoj për fjalët e mira. Falënderoj për fjalët e mira. Kam disa mendime të mia. Po, të lutem. Gjithçka ideale nuk është. Anjesa po e prezanton shumë ideale edhe në çift edhe në shoqëni. Gjithku ka njerëz të mirë edhe njerëz të këqij. Gjithku ka xhelozi, po diku xhelozia më e lartë, diku është më e ulët. Më varet shumë nga vetbesimi i çiftit. Si në ana e bashkëshortës, si ana e bashkëshortit. Në fillim gjithmonë është ajo xhelozia, derisa ta njoftojnë mirë, edhe nëse para marteset kanë një shoqëni, çifti, 1 vjeçare, 2 vjeçare apo 5 vjeçare më varet, kur martohen edhe çdo natë flejnë në një astek, atëherë fillojnë ta njohin njëri tjetrin më mirë. Unë nga përvoja profesionale, po them, kam shumë raste ku shoqja apo shoku i ngushtë që është, po e tregoj një rast konkret që e kam pasur në zyrën time. E kam pas një kliente ku e ka pas një shoqe shumë të ngushtë që nga fëminia, edhe kanë shoqe shumë të pandashme. Kur janë martua, para se më martua, kjo shoqja i ka treguar çdo sen për dashurin e saj. Shoqës vetë, të ngushtë. Jo ka qef këta, jo ka qef këta, jo. Edhe kjo ka filluar ta xhelozoj shoqën, që e ka pas një djalë shumë të mirë. Edhe një ditë, shoqja ka shkuar në shtetet jashtme. Edhe e ka thirrë, shoqja e ngushtë e ka thirrë dashurin e saj në kafe. Edhe ky ka shkuar. Kur ka shkuar në kafe, kanë nisë me bisedua dhe kjo ka filluar t'i flasin fjalë pozitive të cilat i ka pas mashkulli i shoqës së ngushtë. Po nuk i ka treguar se, po mua më pëlqen një mashkull kështu, mua më pëlqen një mashkull krejt, ato bukurit, ato pëlqimet e atij djalit, kjo vajza ja ka shpreh shokut të shoqës, dashurit të shoqës. Mas një kohë, ky ka treguar, kur o kthye ajo nga Gjermania, ka shkuar te motra e vet, kur o kthye nga Gjermania ka pa dashurin e saj pak të toftë. Të shumë gjana kjo nuk i ka pas, çka i ka pas shoqja e vet. Edhe ka ardhur puni, edhe janë nda. Shoqja më e ngushtë ja ka marrë dashurin. Pra, në shumë raste nuk duhet me shiqua shoqen ideale. E kom shoqe mundesh me pas vetëm motrën edhe nanën. Shoqe tamam si duhet. Shoqen e shpirtit, nëse ke gjithmonë duhet ta kesh një kufi, se për ndryshe ta keq për nuk e njeh, ta keq përdor mirësinë tënde, edhe ajo shoqe ta merr. Po pra. Si i ka ndodhur kësaj klientes sime. Po pra. Atëherë, tek mashkujt është të njëjta. Për shembull, si tha